vitet e fundit, do të thonë, po them definitivisht nuk kena mujt me bëu një analizë për arsye se enti statistikave dhe volumtimeve të na do të thonë është pak më kongecin në zhvillim. Por ka një rritje theksume dhe është e çuditshme që do të thonë kujtohet para 1-2 vite nëse s'ka bëj kem pasur një djalë nga Podjeva moshës 26 vjeçare me infarkt akut miokardit, edhe çka ka qenë shumë më interesant, do të thonë kur e kemi realizuar koronarografinë dhe e kemi pa në të gjakut, kemi pa që përveç mbyll njërës që do të thonë është mbyll aty për aty, do të thonë atë kohë, pacienti kishte edhe një enë të mbyllur shumë më herët, do të thonë kishte pësuar infarkt edhe kishte pësuar infarkt edhe më herët, do të thonë një artere që ne quajmë okluzion total kronik, do të thonë e vjetër, faktikisht shumë e çuditshme.